Arabia Saudite këtë vit ka vendosur një personel sigurie prej 100.000 personash për të mbikëqyrur ritin e haxhit me qëllim shmangjen e rreziqeve të shumta që mund të kërcënojnë këtë vend. Haxhi përmban një sër rituale që kanë për qëllim pastrimin e shpirtit nga mëkatet dhe krijimin e një ndjesie barazie dhe vllazërie. Të gjithë muslimanët e kanë për detyrë të shkojnë në haxh të paktën një herë në jetë. Një përfaqësues i Ministrisë së Brendshme të Arabisë Saudite thotë se këtë vit, përmes këtyre 100.000 të punësuarve dhe vendosjen e mbi 7.000 kamerave, niveli i sigurisë ka qenë në nivel. Komanda dhe hapësira e kontrollit është puna kryesore e këtyre të punësuarve që të mbikëqyrin të gjithë rajonin e Minas, Arafatit, Mekes dhe të gjitha vendeve të tjera të shenjta këtu tek ne. Të gjithë këta këtu janë të trajnuar si oficer policie, janë ekspertë të kësaj sfere. Hapësira për rreth Qabes tër vitin është në mbikëqyrje civile, por gjatë muajit të haxhit, këtë vit Arabia Saudite ka angazhuar në mënyrë shtesë policinë dhe ushtrinë, si dhe 100.000 persona të obliguar në mbikëqyrjen e 7.000 kamerave të sigurisë. Kjo dhomë është ndarë në divizione. E para është ajo që merret me kontrollin e kamerave. Kemi diku mbi 7.000 kamera dhe me to mbulojmë të gjitha rrugët e lokaliteteve të shenjta. Për autoritetet e sigurisë së Arabisë Saudite, ritualet fetare që kryhen në 2 qytetet e shenjta përbëjnë një sfidë të madhe sa i përket sigurisë dhe mbajtjes së rendit dhe qetësisë. Këtë vit, edhe përkundër të gjitha këtyre masave të sigurisë, gjatë haxhit ndodhen 2 tragjedi të mëdha. E para kur rrëzua vinçi më i madh në botë, me çrast humbën jetën qindra besimtar, dhe tragjedia e fundit gjatë vizitës së Minas, ku besimtarët pas një alarmi të rrejshëm për bombë krijuan një stampedo ku humbën jetën përsëri qindra besimtar.